Rreth 4.400 fermerë në Shkodër kanë aplikuar për subvencione që qeveria ka akorduar për bujqësinë. Aplikimet më të shumta kanë qenë për naftë, por nuk kanë munguar edhe aplikimet për masat e tjera të bujqësisë. Interesimi ka qenë i dur, i mirë. Kanë aplikuar gjithsej 4.439 fermerë, në cilët shumica e aplikimeve kanë qenë për mbështetjen për mjetet mekanizume për përfituar naftë për bujqësinë. Interes ka pas edhe për përfituar nga masat e tjera të mbështetjes. Për gjedhjen kanë aplikuar 245 fermerë, për timtat 300 fermerë, për bletarin 217 fermerë, dhe për bimë medicinale 605 fermerë. Ndërsa për naftën, si e thash më sipër, kanë aplikuar 3.159 fermerë. Interesi ka qenë ato shifra si vitin e kaluar, ndërsa sa i takon procedurave, mësohet se fermerët nuk kanë pasur probleme gjatë aplikimit. Fermerët janë asistuar në zyrat e arrebit, nuk ka pas dynje, s'ka pas pritje, rradhë të gjata, shërbimi ka qenë ekselent për sa i takon mënyrës aplikimit. Aplikimi pa shpenzime, fala, sepse kjo është edhe udhëzimi i qeverisë dhe për atë punë jemi ne arrebet. Tashme do të nis një fazë tjetër, siç është ai kontrollit administrativ. Mas aplikimit tani po ka filluar procedura e kontrollit administrativ. Të gjithë fermerët që kanë aplikuar për përfituar naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi, do të kontrollohet dokumentacioni, sepse aplikimi ka qenë në bazë të deklarimit të tij personal. Do të kërkohet dokumentacioni për sa i takon faturave tatimore, të blerjes inputeve bujqësore, të farave, do të kontrollohet sipërfaqja e tokës, toka duhet të jetë e formalizuar, do të jetë e certifikuar me dokumenta, dhe pas kontrollit administrativ, disa fermerë që kanë mangësinë në dokumentacion do të skualifikohen. Brenda pak ditësh do të bëhet e mundur edhe rezultati përfundimtar i përfituesve nga skema subvencioneve për bujqësinë.